Vëllezër dhe motra, sa herë i afrohemi muajit të bekuar të Ramazanit, duhet ta kemi parasysh një gjë shumë të rëndësishme. Përkujtimi i madhështisë së këtij muaji. Pra, kur afrohet muaji i Ramazanit, duhet ta kultivojmë ndjesinë e përjetimit të madhështisë së këtij muaji. Duke qenë se muaji i Ramazanit është i ndërlidhur me librin e Kur'anit. Allahu në Kur'an thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaji Ramazan është muaji në të cilin ka filluar dhe është plotësuar zbritja e Kur'anit. E që ky libër është hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Udhëzues për njerëzit dhe është gjithashtu edhe orientues për në rrugë të drejtë dhe dallues i të mirës nga e keqja. Vetë fakti që muaji i Ramazanit është apo buron nga libri i Allahut Madhërisëm për shkak të zbritjes së këtij libri pikërisht në këtë muaj, neve na bën të ndihemi madhështor, që nga para fillimi apo para hyrja në këtë muaj. Kur ne e kultivojmë këtë ndjesi në vetët tona, përjetimin kur futemi në të e kemi krejtësisht ndryshe, pra do të jetë i jashtëzakonshëm. Gjithashtu, vlen të përmendet edhe ajo se muaji i Ramazanit apo agjërimi i këtij muaji është prej shtyllave të Islamit. Jo rastësisht Allahu e ka përzgjedhur që të jetë prej shtyllave dhe konditave të fesë së tij. Dhe kjo na bën të ndihemi jashtëzakonisht krenar, nga se fetarin ton e ndërtojmë mbi një shtyllë të fuqishme siç është agjërimi i Ramazanit. Thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam: "Bunya al-islamu ala khamsin." Është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla, mbi 5 kondita. Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Në dëshminë se vetëm Allahu është Zot që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Wa iqamis salah, dhe në faljen e namazit, wa ita'iz zakat, dhe në dhënien e zakatit, wa sawmi Ramadana, dhe në agjërimin e muajit të Ramazanit, wa hajjil beyti liman istata'a ilayhi sabila, dhe krejt në fund tot edhe në kryerjen e haxhit për atë që ka mundësi. Pra, duke qenë se feja e madhërishme, feja e mrekullueshme islame ndërtohet mbi këtë shtyllë, që është një prej shtyllave bazike që e mban gjithë fenë, dhe rrjedhimisht edhe fetaria jon qëndron mbi këto shtylla, ne jep të kuptojmë se neve Allahu i Madhërisëm na ka nderuar jashtëzakonisht tepër. Prandaj madhështia e këtij muaji, që nga fillimi deri në mbarim të tij, është diçka që përjetohet kur ne paraprakisht e ndjejmë këtë madhështi, në mënyrë që t'i ndërmarrim gjitha masat e nevojshme që t'jemi përfitues sa më të mëdhenj. Lutim Allahun që të hyjmë në këtë sferë të madhështisë së Ramazanit si njerëzit më përfitues, si besimtarët më të mirë, ashtu siç Zoti kërkon dhe ashtu siç Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam na mëson. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.